do t'i përmbajem 5 minutëshit, se që thash gjatë fjalëve të hapjes, kur flasim për rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, sigurisht kemi parasysh reformat, standardet, institucionet, por ka një të vërtet të thjesht. Asnjë proces nuk mund të arrihet pa pronësi demokratike. Dhe pikërisht këtu futet në lojë dhe Parlamenti i Shqipërisë. Është parlamenti, i përfshirë në këtë proces, por një nga shtyllat kryesore që i jep legjitimitet procesi, mbikëqyrje, transparencë. Sigurisht, Parlamenti shqiptar ka bërë mjaft punë të mira dhe dëshiroj që t'ju informoj për rezolutën e fundit për procesin e integrimit evropian që u miratua nga të gjitha partitë politike të mëdha në Shqipëri, që kanë shumica. Dhe, si thash, falenderojmë dhe Parlamentin Evropian. Nuk e shikoj këtu zonjën strikt, por meqense kam edhe 3 minuta për të folur, dua të sqaroj disa nga çështjet që u ngritën. Duhet të flasim për fakte. Dua t'ju bëjmë dije të gjithëve se 22.1% e gjithë territorit të Shqipërisë është caktuar si zonë e mbrojtur. 12 parqe kombëtare, 28 parke kategorisë 4, 11 peizazhe të mbrojtura kategorie 5 dhe territori privat ku projekti i investimit është i kategorisë 5, peizazhi i mbrojtur. Dhe më konkretisht, zona e propozuar për zhvillim është në pronësi private. Projekti nuk ka të bëjë me shitjen e tokës private, është në fazën e zhvillimit dhe nuk është miratuar projekti përfundimtar. Një vlerësim i plot i mjedisit nuk është paraqitur ende dhe çdo zhvillim i jashtëm do t'i nënshtrohet kërkesave të ligjit. Projekti nuk mund të vazhdojë pa miratimet përkatëse nga autoritetet përkatëse mjedisore dhe të lejeve. Do të vlerësohet ndikimi i mundshëm në biodiversitet, habitat, peizazh, ekosistem, burime ujërore. Procesi do të përfshi konsultime me komunitetet, me publikun. Objekti është që të ofrojmë një model turizmi që krijon vende pune, tërheq ekonomi dhe investime dhe mbron njëkohësisht vlerat ekologjike të zonës. Ruajtja e natyrës nuk janë objektive që bien ndesh, po janë shtylla plotësuese të të njëjtit vizion për një Shqipëri më të begatë dhe më të gjelbër. Kjo nuk është një fjalim, është një angazhim i cili ka qenë shprehur qartë nga qeveria, nga kryeministri. Dëgjova zonjën Strik që tha, e dëgjoj kryeministri Rama që tha projekti do të vazhdoj, po, sigurisht do të vazhdoj, por bazuar në respektimin e të gjithë standardeve. Dhe këto janë të gjitha hapat. Dëgjova që ai ishte shqetësuar që është ndërtuar një rrugë, por aty ka fshatra, ka njerëz që banojnë në Zvënec. Ka njerëz që vinë nga ajo zonjë. Por sigurisht, siç thash, do të bëhet vlerësimi i indikimit në mjedis dhe projekti do të respektoj dhe do të kaloj në për të gjitha hallkat e nevojshme të dhënies së lehtë nga autoritetet përkatëse. Kjo është e vërteta dhe siç u thash, dezinformimi është i keq për demokracisë, po informimi është i mirë për të ndarë me gjithë kolegët.